Dita, të dashur qytetarë dhe qytetare që ndiqni këtë bisedë në rrjetet e mia sociale. Së pari, një përshëndetje të përzemërt të gjithë qytetarëve shqiptar në protest kundër narkokraturës kleptokratike të Edi Ramës. Dje Europa dhe bota ndigjoj më fuqishëm se kur zërin e shqiptarëve, jo vetëm në Tiranë dhe në qytetet tjera të vendit, por dhe në metropolet kryesore të Europës, dhe sot në Shtetet Bashkuara shqiptarët protestojnë pranë përfaqësive të narkokratit Edi Rama. Unë gjithashtu duhet dënoj me forcën më të madhe krahasimin që Edi Rama u bëri protestuesve me falangat e Hitlerit. Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë. Dje në përçartjet e tij, ai u rrek të krahasoj të pavdekshmin luftëtarin e lirisë Mithat Frashëri me Adolf Hitlerin, barbarin e kohrave. Për fajin e vetëm se ata përdorin protestuesit, përdorin një slogan të mirënjohur të Mithat Frashërit, kreu të ballit kombëtar, projektit cilit për Shqipërinë ishte projekti më madhështor i kohës. Të krahasosh sloganin e Mithat Frashërit Shqipëria shqiptarëve me sloganin e Adolf Hitlerit se ky vend është vetëm i juaj, me të cilin ai organizoi Holokaustin, krimin e njerëzimit më të shëmtuar të kohrave, do të thotë të jesh i çmendur, do të thotë ke humbur çdo sens nga realiteti yt. Edi Rama është tashmë i damkosur si kur më parë, para shqiptarëve dhe botës. Deklaron në mediat më të mëdha të botës me pak turpsinë më të madhe se jemi në një luftë hibride, duke aluduar kështu se Greqia apo ndonjë vend tjetër po bën gjithçka për të bllokuar investimet dhe turizmin, një idiotësi e pashoqe. Greqia, e cila ka mbi 3000 kilometra brigje dhe ka nga brigjet dhe ujërat, brigjet më të bukura dhe ujërat më të përshtatshme, pas ka problem të madh se në Shqipëri u investoi kanë 2 apo 3 miliardë euro. Është pikërisht psikologjia e trashëguar e atit të tij shpirtëror, Enver Hoxhës, për armikun e brendshëm dhe të jashtëm, e atit të tij biologjik që firmoste varjen militar të Havzinelës si kundërshtar politik, ajo që e shtyn Ramaduron të vendos epitete nga më të ndryshme dhe mediat e tij